sportive, po nuk bënën punë këto ndihma që po jep qeveria në prag zgjedhjeve tash. Si keni parë ju këto? Këto normalisht kuptohet që janë veç fushate elektorale nga qeveria aktuale që realisht mi josh këta persona që me dal me votu një parti caktume. Këto neve absolut nuk na mjaftojnë, sepse na e dim sa janë rrit çmimet, sa është rrit energjia, sa janë rrit shpenzimet ditore, nuk më duket e duhur, për arsye që na nuk kemi nevojë vetëm për 100 euro në muaj, ose një herë në vit, na kemi nevojë për një rritje të pensioneve, kemi nevojë për mbështetje nga shteti, për mi kry asgjë po lypëm llok, sa vetëm ato detyrat tona ditore si që kryen një person i zakonshëm. Kështu që realisht kur qeveria po merr kësi vendime të pritshme gjatë zgjedhjeve, realisht e shoh një zhgënjim të personat me aftësi të kufizuar. Çfarë ju sepse gjithë më thirrën thonë, a kemë pas rritje të pensioneve, a veç një muaj. Tash do të thonë që veç një muaj është. Edhe kjo po është pak e dhimbshme. Shpesh herë po dëgjojmë pastaj na për emisione që kemë pas rritje. E shpesh herë vetë në më thirrin telefon, a ka rritje kur, cilin muaj. Domthonë janë pritje të një lajmi të mirë që fatkeqësisht nuk ka ndodhur çesa vite. Cili është interesimi tyre tek sa të shohin që sot je kandidat për deputet me numër 64 në Partinë Demokratike të Kosovës? Ridvan një herë ju ka duk pak e pabesueshme. Shumë njerë hezitojshin edhe më më përkrau, nuk ta kisha me ta i thersha, sepse qëllimin e kisha vetëm me dalë ata në zgjedhje. Më angazhu, me dalë, mi po njerëz, edhe i nxitsha që kur dalin në vend votime, të kërkojnë drejtat e tyre edhe në vend votime. Kërkojnë qasje në vend votime. Sepse shpesh herë na për shkolla, universitete dhe qendrat e votimit i vendosin katin e dytë ose tretë. Edhe i kum nxit, edhe i kum thonë që mos pranoni me shku ato. Kërko drejtën tonë poshtë, jo ne du me votu që të. Ku ka qasje. Është drejtë e KQZ-s, është kërkesë e KQZ-s që aja duhet i plotësoj këto kushte. Edhe i kam nxit. Në fillim kanë hezituar shumë. Tash po e shoh që kanë filluar me ngritat entuziazmin edhe po përkrajnë edhe më shumë. Gjithashtu kom pa që kanë filluar edhe në vende tjera më aktivizu këta persona dhe me lyp drejtat e veta. Kemi edhe kandidat tjerë që i kanë hy garës, kemi kandidat tjerë edhe për asamblej që kanë mi hy garës në të ardhmen. Kështu që kam dash t'jem edhe një motiv për ta që hej na mujna, vetëm duhet na krijohen mundësi edhe na mujna mja dalë. Cili është programi i kandidatit tuaj për kryeministër Bedri Hamza për këtë? Unë kur i kom hy politikës, Ridvan kam besu shumë në programin e Urani Ismailit. E ka pas një program jo me projekte madhore që shibojnë ta politikante na, por ka pas me ato problemet bazike, elementare për jetë. Sepse unë mendoj që ne në Kosovë kemi probleme elementare për jetë, si që është infrastruktura, trotuarët, rrugët, transporti publik, paramendoti një person ka rocë, me këtë qasje që është kryeqytet, a mundet me dalë vetë? Nuk mundet. As nuk mundet me shfrytzu transportin publik, as nuk mundet me shfrytzu edhe shumë objekte publike që janë. Edhe kum besu në që ato dhe se e kum pas që është një vizion shumë i mirë, që neve duhet me na i rregullu njëherë problemet elementare për jetë. Pastaj, normalisht, projektet mëdhaja. Gjithashtu edhe Bedri Hamza ka një program të jashtëzakonshëm, ku ai direkt, nëse besojmë na gjithsesi që do të jetë në udhëheqjet shtetit, do të ketë ngritje të pagave për 50% për të gjithë shërbysit civil, ngritje të pensioneve për të gjithë pensionistët që marrin kontribute nga shteti. Është ka një program që prek direkt qytetarin. Sepse thash edhe më herët. Nuk është program të teorik, o program? Jo, është praktik. Praktik. Unë besoj në këto programe, unë nuk besoj shumë në këto idetë madhore që i dhojmë këtu, sepse na përjetojmë çdo ditë këto. Dhe na kemi nevojë për gjërat elementare që i bojmë çdo ditë. Na kemi nevojë për të hyra që na ndihmojnë me jetu, me familje, me kontribu në shoqni. Unë e di që projektet madhore janë shumë të mira për shtetin, por fatkeqësisht nuk besoj shumë, sepse ato projekte madhore zakonisht në Kosovë po jesin gjysmë, për shkak të birokracive, dokumentave, kundërshtimeve tjera. Kështu që unë mendoj që politika në Kosovë duhet merret me gjëra elementare që kemi na. Pastaj të vazhdojmë me gjëra tjera.